Mjeku jep urdhër, këto ushqime nuk duhet I hani me stomakun bosh. Hani mëngjes dhe sërish të ndjeni stomakun të rënd, keni djegje urthi, fajin mund ta ketë ushqimi që keni konsumuar, kosi dhe nën produktet e tij të qumshtit. Dardha sepse fibrat e saj dëmtojnë membranat e stomakut. Domatet rrisin aciditetin e stomakut. Sallatorët dhe perimet të tjera mund të shkaktojnë dhimbje barku. Bananet me stomakun bosh mund të rrisin magnezin e gjakë dhe të dëmtojnë zemrën. Pikantët shkaktojnë gastrit. Pijet me gaz ngadalësojnë metabolizmin. Qitro, fruti me aciditet të lartë mund të shkaktojë ulcer. Karamelet mund të çojnë gjithashtu edhe në dëmtimet e sistemit tretës. Ekspertët tregojnë se këto ushqime asesi nuk duhet I konsumoni me stomakun bosh për shkak të efekteve negative.